Shqipëria do të jetë qendra për Ballkanin Perëndimor, nga ku BE do të zhvillojë politikat për të gjithë vendin. Deklarata u bë nga kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian, Marco Tranquino, në tryezën e stabilizim asocimit të mbajtur në Tiranë. Për ambasadorin e delegacionit Evropian, Silvio Gonzato, këto janë momente vendimtare për procesin e antarësimit të vendit me të drejta të plota në Union. Ky është një moment vendimtar për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, proces që kërkon gjithëpërfshirje dhe angazhim. Andres Schneider, raportuesi i Parlamentit Evropian, theksin e vuri në zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR në ligjin elektoral. Raporti i ODIHR ngre disa çështje për reformat elektorale, por ato nuk mund të bëhen vetëm nga opozita apo mazhoranca, por me bashkëpunim. Në emër të mazhorancës, Tauland Balla theksoi rolin e reformës në drejtësi. Në drejtësisë është miratuar të rrëfyesi për efikasitetin e gjyqësorit 2025-2027, i cili standardizon performancën dhe digitalizon menaxhimin e çështjeve në të gjithë vendin. Megjithatë, tashmë si eurodeputet, Fredi Beleri vlerësoi rrugëtimin, por nuk harroi vërejtjet. Kritikat ndaj qeverisë nuk munguan. E ardhmja e Shqipërisë është drejt Bashkimit Evropian, por jo kur raporti i ODIHR-it flet për blerje votash dhe zgjedhjet ishin dështim. Megjithatë, ministre e jashtme Elisa Spiropali antarësimin në BE e cilësoi projekt kombëtar. Antarësimi në Bashkimin Evropian është një projekt kombëtar me rrënjë të thella, dialogu parlamentar një gur themeli. Nga ana tjetër, Peleshi siguroi punën efektive të kuvendit në këtë proces për të pasur transparencë dhe legjitimitet. Do të vijojë të udhëheq procesin e integrimit duke synuar garantimin e legitimitetit demokratik dhe karakterin gjithëpërfshirës të procesit. Aspekt kyç i këtij procesi është përgjegjësia e kuvendit për të garantuar që Shqipëria të përmbush kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian për secilin kapitull negociues. Kjo përfshin jo vetëm për afrimin